Situata që përshkruan është një moment tipik i tensionuar dhe i ngarkuar emocionalisht brenda një formati si Big Brother, ku çdo fjalë, çdo nënkuptim dhe çdo krahasim merr peshë shumë më të madhe se sa në jetën e përditshme. Hyrja e Landit në shtëpi dhe mënyra se si ai i drejtohet Mirit nuk është thjesht një bisedë e zakonshme mes dy personazh, por një ndërhyrje e drejtpërdrejtë në mënyrën se si Miri po e percepton dhe po e menaxhon marrëdhënien e tij me Selinën. Që në fillim, Landi përdor një ton që duket sikur është miqësor dhe këshillues, duke i thënë Mirit jemi drejtim, mos u merr me Selinën. Kjo fjali, në pamje të parë, duket si një këshill e thjeshtë, ndoshta edhe si një përpjekje për ta mbrojtur Mirit nga diçka që Landi e konsideron të gabuar apo të rrezikshme. Por në thelb, ajo është shumë më tepër se kaq, është një përpjekje për të ndikuar drejtpërdrejt në zgjedhjet e tij, për t'i orientuar mendimet dhe për ta larguar nga një person specifik. Më pas, mënyra se si Landi e zhvillon bisedën bëhet edhe më e fortë dhe më e ngarkuar me nënkuptime. Ai e sjell një krahasim me një këngshie nga e kaluara, duke përdorur shprehje që janë të rënda dhe denigruese. Ky krahasim nuk është i rastësishëm. Në psikologjinë e komunikimit, krahasimet me përvoja të njohura personale kanë ndikim shumë të madh, sepse ato aktivizojnë kujtime, emocione dhe gjykime të mëparshme. Pra, Landi nuk po flet thjesht për Selinën, ai po përpiqet ta vendos atë në një kategori që Miri tashmë e ka të formuar në mendjen e tij. Kur ai përdor shprehje si se kisha ditë se të kam komshie dhe e lidh këtë me një figurë që ai e përshkruan negativisht, ai po ndërton një narrativ, që Selina nuk është thjesht një vajzë me të cilën Miri po krijon një marrëdhënie brenda shtëpisë, por dikush që duhet parë me dyshim, me distancë dhe madje me përbuzje. Kjo është një mënyrë shumë e fortë ndikimi, sepse nuk është thjesht këshill, është etiketim. Në këtë pikë, bëhet e qartë se qëllimi i Landit nuk është vetëm të japë një mendim, por të orientojë vendimin e Mirit. Ai nuk i thot mendo vet apo shiko si ndihesh, por i jep një interpretim të gatshëm të situatës dhe të personit. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse në një ambient si Big Brother, ku banorët janë të izoluar nga bota e jashtme dhe ndikimet e tyre janë të kufizuara tek njëri tjetri, një opinion i tillë mund të ketë ndikim shumë të madh. Gjithashtu, mënyra se si ai e formulon mesazhin, me batuta, me ironi, me një lloj humori të ashpër, e bën atë më të pranueshëm në sipërfaqe, por më të thellë në ndikim. Sepse shpesh, kur një mesazh jepet me shaka ose me tone të lehta, ai kalon më lehtë filtrat mbrojtës të personit që e dëgjon. Miri mund të qesh, mund ta marrë si batut, por në të njëjtën kohë, ideja mbetet aty dhe fillon të punojë në mendjen e tij. Krahasimi me komshien është ndoshta pjesa më e fortë dhe më problematike e gjithë kësaj situate. Duke e përshkruar atë si pika e kurvës, Landi përdor një gjuhë shumë të rëndë dhe një gjykim ekstrem. Kur ai e lidh Selinën me këtë figurë, ai në thelb po i thot Mirit, kjo është ajo që ajo përfaqëson. Dhe kjo nuk është më thjesht një opinion, është një përpjekje për të përcaktuar identitetin e një personi në sytë e dikujt tjetër. Nga ana tjetër, është e rëndësishme të kuptohet edhe pozicioni i Mirit. Ai ndodhet me një situatë ku duhet të balancojë ndjenjat e veta, perceptimet personale dhe ndikimin e të tjerëve. Një ndërhyrje e tillë mund ta bëjë atë të dyshojë, të rishikojë sjelljen e Selinës apo edhe të tërhiqet nga ajo marrëdhënie, jo sepse ai e ndjen kështu vetë, por sepse dikush tjetër i ka imponuar një interpretim. Në fund, kjo situatë tregon shumë për dinamikat e lojës dhe për mënyrën se si ndërtohen aleancat dhe ndikimet brenda një ambienti të mbyllur. Landi, me fjalët e tij, po përpiqet të pozicionohet si dikush që di më shumë, që ka parë më shumë dhe që mund të udhëheqë të tjerët drejt vendimeve të drejta. Por në të njëjtën kohë, mënyra që ai zgjedh përmes krahasimeve të rënda dhe etiketimit e bën këtë ndërhyrje të diskutueshme dhe potencialisht të dëmshme. Në thelb, mesazhi që ai i jep Mirit është i qartë: largohu nga Selina. Por mënyra se si ai e ndërton këtë mesazh, duke përdorur të kaluarën, krahasime denigruese dhe një ton që përzien humorin me gjykimin, e bën atë shumë më të fortë se sa një këshill e zakonshme. Dhe kjo është pikërisht ajo që e bën këtë moment kaq të rëndësishëm për të analizuar.